Moja jo, le ta kërkoj falje se di që e ka formale, po unë e di me vetën time që s'ja budale me e kuptu që e bën sa për kështu. Aman, se këtu ka gjitë e diçka. Bëjnë gjojën, kërkojnë falje. Bëjnë gjojën, kërkojnë falje. Se vetëm fakti se kanë thënë nga nxjerr nga goja më fal, edhe kjo dëshmon që ata vërtet janë penduar. Jo, me dallohet njeriu. Kur bën gabim, kërkon falje, bën gabim, kërkon falje. Ti veten tënde në radh fare nuk duhet ta çosh ti kërkosh falje dikujt. Po, fiks. Pik. Nuk duhet me çu vetëm me Unë kërku falje nëse dikujt. kërkoj unë di falje dikujt, ore të kërkosh falje i kërko. Pero nëse çoj veten ti kërkoj falje dikujt, s'ja kërkoj fare. Nuk dua më kontakt me këtë person. Do me thënë, e kam dhi. Qa të bëj ma? Ti kërkoj falje për çfarë? Kujdi, ne vija. Unë vjetën time, ti jetën tënde. Fiks. Falje për koza, çfarë do rregullohet me një falje? Unë kacë. Edhe ja prandaj për shembull shkurta ose dikush tjetër më thoshte, pa ja ke thënë ti që mos do të preke ashtu? I thash, është shkurta, për bien. Është shkurta, pa duhet patjetër t'ja thuash ti njeriu që mos më prek në hunë, në buzë, në fytyrë që ta di që s'duhet të bëhet. Kjo është buona edukacione, kjo është garbo që një tjetër nuk duhet t'i afrosh në fytyrë, raga. Qa po flasim? Kjo janë gjëra të turpshme, fik. Nejse. Edhe fakti që unë s'ja kam thënë paraprakisht. Të më afrohet kush afër. Tu se gjuaj dot, nuk gjuaj dot një njeri. Pero, e shmang. Që të pres të më gjuaj mua? Ta ha unë, të më thyj hundën. Se 5 minuta, ta fut me kokër opi. Mashkull fëmër qa tjetë. Po jo, amo, më kese skercando. Largo, e prek, e shtynë në një mënyrë ti. Aja ke thonë ti për tjerat. O, rob, unë ja kam thënë pa, ka nevoja të thuhet. Tani, shiqar është interesante. Edhe thuajnë, është inteligente, ajo merr vesh, madje ka më shumë se ty. Tani, te anët e tjera ja bëjnë, po duhet ja kishe thënë, po ti tani kur thu për bijan që është shumë e zgjuar. Secondo me queste janë një njëri që gjën giustifikacione. Në këto raste është supporto al bullizmo. Po, e supporton ato që ka bë ajo. Që ndodh, çfarë do lloj? Ti, në qoftë se nuk i jep një shpjegim kësaj gjë, po pse si the ti? Po më fal? Si unë do e di si do sillet në dikush me mua? Po. Non lo so io si do sillesh ti me mua. Se kam atë lloj sjellje. Non ce l'ho io atë topin magjik, ta kuptoj. Po. Pero një që mund të ka diçka për të thënë, po pse? No. Po pse u veshe ti kështu, sepse ai të pa në atë mënyrë? Si, pse u vesha unë? Unë veshem si dua. Kjo gjë ndodhet dhe jashtë. Edhe jashtë, po. Po ai të pa ashtu ose të preku sepse ti ishe vesh në një fund, për shembull. Është drejta im, vishem ti mos mu afrora, pëse s'po e bëj për ty të më afrosh ti mua të më prekësh. Persone që suportojnë këto gjëra dhe... aty të vjen ma shumë, sidomos ajo femër. Me ma thonë mu me normalizu, pëse... Babe, komunque se ju të dyja edhe zjeni bashk. Kush? Unë me bia? Me, edhe... Me kë? Që të tha këtë gjë. E kupton? Okej, ju ishte duke folë, për gjithësi ju zjeni bashk. Jo. Për çfarë ju bashkëbisedoni, non kapito? Keq kupton, debaton, ama ishte shkurta prezente aty. Po. Dhe ma bëri pyetjen, po, ama tja je ka thot më përpara? Wow, ej. Janë gjërat elementare që thua ti që njeriu e din vetë. E kupton ti? Tani nuk llogaritet ajo përgjegjësi, gjëja që ka bërë ajo, sepse unë nuk ja kam bërë me dije paraprakisht. Do t'i çoj një kurrikulum, thuaj. Të gjëra, ose ta bëjmë një mur këtu me kurrikulum të secilit, mos më prek këtë, mos më bëj këtë. Dolce s'ka qef kështu, Alba s'ka qef këtë. Mos ja prek flokët Dolces, nesër me gjithë i lëshohemi Dolces ja prekim flokët, e kupton ti? E s'tin sa këtu? Raga, lavanderia, per favore. Bloodline. S'ke një depilim me laser këtu. Besoj që të vinë. U bëra 2 muaj pa depilim me laser. U bëra para se të vija, Gjasme. Në gjithësisi, pastaj do ta heqesh me kështu. Nejse, ragazzi. Non litigate, mos u zini. Ndohu. Për zotin nuk e syne edhe, unë gjithmonë kur flas, as nuk shaj, as nuk ofendoj. Njerëz qojmë gjes edhe dojnë se zbën të zjen për diçka. Po kuptohet që është fake.
ti Alba flet diçka duhet të të kapem unë me atë fjalë që thua ti. Unë kuptojnë që po bëj Po, kot, se pra. dua të zjem me ty. Për çfarë do zjem unë? Pa sens. E di çfarë ndodhi me Mamma come i Klodin? bambini di adolescenziali. Grindja është kur grindesh për diçka, për një temë, për një gjë që nuk je dakordo. Ore pse nuk zjen ju me pastru shtëpinë një herë? Po, pra. Ju a kam bëu 2 javë para, Pse më nuk la zjeni me goja. pastru shtëpinë? Kush ju ka mësuar me u zënë një herë? Më la goja për Pse punë nuk të zjeni të shtëpisë 2 pastroni javë para. shtëpinë? Po. Aq. Ju zjeni kot pa lidhje. Moj 2 javë para më ka rënë goja. Jo, s'ka që s'duhet. Kjo na duhet o zemra. Ama se A ditë me atë 2 javë para më ka rënë goja për punë të shtëpisë, të merrni vesh edhe lash se muhabet. Vabbè, comunque, shpresojmë që tani që na ndihmuan edhe këta të pastrojmë shtëpinë, ta kemi pak më kollaj, se ajo ishte nuk kapej me dorë ajo situacione që erdha unë edhe e pash. Nuk Pa, ishte ai kështu fare nuk i shtëpia, kushtonte ishte pis, vëmendje po jo në atë njerëzve. pikë. Ai fare nuk i kushtonte vëmendje punëve, lëndrimi. Vetëm pak 1-2-3 minuta e kaq kuptimin ti drejtoi pak njerëzit. Duhet të rish, duhet puna mëngjes drek dark duhet bëhet. Që të mos na akumulohet. Dhe pastaj është më e thjeshtë për ne. Sidomos Se tanto, kuzhina dhe çdo tualeti. njeri të bëj gjysore atë punën e vet, cepin e vet, Për 20 minuta gjysore. varon. Okej. Kështu ju them E edhe bën ti për to. Kush e ka tokën sot këtu? Eko, mëngjes. Si bëhet edhe në drek edhe në darkë, nuk na kushton asnjë gjë, po nuk dim se kemi qeftërim, për shembull. Ja, ti shmangën. Po. A kur the ti sa mirë gjithë secilin mblidhet në gjithë në moment të nisin gjithë punë, për gjysmë ore gati. Gjysore çdo njeri. Ta ketë, duhet mbaron atë punën e vet. Duhet nisë Big Brother. Lavanderia po u futi 2 orë gjys lavatrice. Ua, di Një orë çfarë gjys, mendimi vaj. kam? Mund t'i propozojmë vllajt madh, bëje do një gong, nisja të punëve. Bam, secilit kapet i bëj punë të veta. O, ti se shikon vllai mas nuk si po sall cigare. Ai, për zotin do filloj të eliminoj një rob. Shumë duke vazhdu kështu. Mendoj që për punët e shtëpisë duhet vetë një gong. Bam, Edhe? nisim punë të shtëpisë. Po. Ta din Mendon gjithë që ti ta se gjithë angazhojnë. qojnë. U hap? Jo. Pasi Mendon ti zgjohet, se pasi gjithë qojnë cinta. pëse. Do ta bëj se penalizohet me shumë financiare. Të lutem kontrolloj mikrofonin. Po, E vllai ketë ma prekur të gjë këtu. mendoj. Ishte mirë ta bënte një gong për punë të shtëpisë që ta dinë gjithë çojnë. Kush nuk çojnë penalizohen me forma ndryshme. Nomination. Po, nominim, penalizim Magari. financiar. T'ja propozojmë këtë ide edhe tjerëve, që t'ja propozojmë vllajt madh. Si, sekondo te Pasi bi alarmi i gjumit, gongut? po, pas një shembull Po, gjysmë asa ore vesh pasi në ta marrin tualet, gjërat e veten, tua? tak punë të shtëpisë ose pas një ore, e kupton? Edhe Po, sa ndërkohë të që bëj punë të shkafen. shtëpisë, të kemi edhe Nëse ne duhet muzikë. bëjmë një tabela. Ç'a ta bëre? Tabelat, veç na japin këto një letër, të shkojmë lunë e dimar të dimër kore digjove ditë. Kush i ka punë të Edhe shtëpisë, të po. shkruajmë matina, mëngjes, pranzo dhe cena. Po. Okej? Çfarë do lloj gjë? Alba, Dolce dhe Edo, për shembull, lavari kjo pjati, okej, në mëngjes jo, 3 veta, 2 veta, mëngjes, në drek të hënës. Alba, Edo, Dolce, për shembull. Kapito? Për punët e ke fjalë, po. Po. Ne të Vetëm mëngjes edhe dark, please. Mëngjes edhe dark. Jo po edhe bëhen drek. Shumë. Çfarë? Bëhen shumë. Çfarë shumë? Pjata, për shembull, kush i takon pjatat? Ah, Bëhet po, shumë. po. Pero në qoftë se ti lëviz diçka në drek këtu, nuk ke asgjë gjë me lëviz këtu. Po, pra. Kupton? Vetëm Mile kuzhina që e ta ka lësh më ti të në madhe. mëngjes edhe në dark të bëhet shumë. Bëhet më shumë pis. Më Mile shumë që ta pis, bësh po. ti 3 herë, nga 10 minuta gjysore një gjë, Po. nuk është asgjë gjë se ne po hetim kot raga.